Kjo qeveri ka me qindra të ndera dhe me qindra miliona euro që ka kompani të cilat janë monopol brenda kekut dhe janë shumicë. Të gjithë e dim që nuk ka mundësi të tërkuj me javë. Ka mundësi. Ka mundësi. Fal. 800 milion euro keni ble rrymë. Çka ndërtuat ju për 20 vjet? Se gjithë na keni pos rrymë. Se nuk i ndërtuat marrënja 10% aty. Të nderat një burimor që në gjuhën e prokurimit konsiderohen red flag, ka mori kuq, domethënë që sheja kryesore e korrupsionit është pikërisht të nderat një burimor, e kjo qeveri ka me qindra të ndera dhe me qindra miliona euro që janë përmes proceseve një burimor. Faleminderit. Kështu, e para, të dera një burimor gjithmonë ka pasë, ma shumë të ka pasë keku. Për shkak se e din shumë mirë artone, po nuk po do me tregu drejt, që ka kompani të cilat janë monopol brenda kekut dhe janë shumicë. Këtë duhet me thonë. Qa keni bën këtë dritim? Falde, po është kompani e cila vete keni pru që aty. Edhe mo, kompani në kek. Kush e ka bërë për para? Që 5 vjetë nëse jeni të menagju kekun, edhe nuk jeni bën ndryshim atër qka? Më falë, kompanit ndërkombëtare amerikane, të cilat në kek bëjnë riparimin, rregullimin, janë kompani monopole amerikane. Dhe të gjithë e dim që nuk ka mundësi të tërkuj me javë. Ka mundësi. FT-ja, më falë, FT-në keni pru ju. FT-në keni pru ju. S'ko lidhe, kur ka morë të... Kur e ka morë lejtë në operu në Kosovë? Falë. Kur jeni ardhë ju në pushtet? 800 milion euro keni ble rrymë vend që me i rritë kapacitetet produse tonë. Cilat produse ju 20 vjetë, që ka ndërtu që për 20 vjetë? Që ato që e ndërtu dhe tani. Mirë, pëse si po të qatë soj e ndërtu që 20 vjetë na keni pos rrymë? Po, kalëzën që ke ndërtu? Se nuk i ndërtu qaq bre? Qka ke ndërtu për 21 vjetë? Se nuk i ndërtu marrënja 10% aty. Po, kalëzën që ke ndërtu për 20 vjetë? Cilat kapacitete? Që ato rrymen që na e kemi pas e kemi produ prej keku. Konë mëre ke produ, po fletë për keku në viteve 70-80. Po pse nuk i rrit nja 10% bre? Po konë mëre me rrit, Sa keni ndërtu? A i ke pos? Sa keni ndërtu me fajnë? Shka keni ndërtu ju për Qka keni bërë për çdo 5 vjetë? Shka keni ndërtu? Më falni, po du me ju kthy faleminderit, po du me ju kthy në debatin që jemi.